Mirë, le të lexojmë atëre për kohën që ne kemi tani një kapitull të plot, nuk është shumë i gjatë, 13 vargje i ka, nga libri i profetit Isaia. Edhe është kapitulli 55, edhe sa po të nisim me lexue ju me njëri keni me ditë. Kush për para 2 vitesh, po ashtu, mësoj nga kjo pjesë e shkrimit, ai ishte në sinagogë. Pra, Isaia 55 thot, o ju të gjithë që keni etje, ejani tek ujrat, dhe ju që nuk keni ejani, blini dhe hani, ejani, blini pa para, dhe pa paguar verë dhe qumsht. Me ble pa para, pak e çuditshme. Pse shpenzoni para për atë që nuk është buk, dhe fryt i mundit tuaj, për atë që nuk të ngop, dëgjoni me kujdes dhe do të hani atë që është e mirë dhe shpirti juaj do të shijoj ushqime të shijshme. Vini veshin dhe ejani tek unë, dëgjoni dhe shpirti juaj do të jetoj, dhe unë do të bëj me ju një beslidhje të përjetshme, sipas hirit të qëndrueshëm që i premtova Davidit. Ja, unë ja dhash si dëshmitar popujve, si princ dhe komandant të popujve. Ja, ti do të therrasësh një kom që nuk e njeh dhe një kom që nuk të njeh të vrapoje te ti. Për shkak të Zotit, Perëndisë tënë dhe të shenjtë të Izraelit, sepse ai të ka përluftuar. Kërkoni Zotin ndërsa mund të gjendet, e thirrni ndërsa është afër. I pabesi le ta lër rrugën e tij dhe njeriu i padrejt mendimet e tij, dhe le të kthehet te Zoti që të ketë dëmshuri për të. Perëndia ynë është ai që fal bujarisht. Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet e tua, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia, thot Zoti. Ashtu si qiejt janë më lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se sa rrugët e tua, dhe mendimet e mia janë më të larta se sa mendimet e tua. Ashtu si shiu dhe bora zbresin nga qielli dhe nuk kthehen prapa pa ujitur tokën, pa e bërë pjellore, pa e bërë që të mbi në mënyrë që ai që të mbjell të marrë farën dhe të siguroj bukën për të ngrënë, kështu do të jetë fjala ime, që del nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh, pa kryer atë që dëshiroj, pa e realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. Sepse ju do të nisni me gëzim dhe do t'ju kthejnë në paqe. Malet dhe kodrat do të shpërthejnë në britma gëzimi përpara jush, dhe tërë drurët e fushave do të duartrokasin. Në vend të therrave do të rritet selvia, në vend të hithrave do të rritet mërsina. Kjo do të jetë për Zotin një titull lavdie, një shenjë e përjetshme që nuk do të shkatërrohet. Amen. Jeni të mrekulluar çfarë Zoti po thotë këtë fjalë sot? Le të ngritemi e të bëjmë tani këngë për Zotin. T'i kushtojmë Perëndisë tonë himne, këngë shpirtërore. Le të këndojmë me zemër. Ngritë zonin më shumë se sa që e dëgjon. Edhe mund të lëvizësh si të duash. Nëse mendon se ti nuk këndon mirë, nuk duhesh të më nejt mrapa dhe anash.
Nëse mendon se nuk ndon mirë, dush më ul përpara. Zoti dëshiron me dëgjue zanin tanë duke i kënduar sot. Fjala e tij që na është folur sot nuk ka më kthye bosh. Sot thot Perëndia, dhe ai e ka drejtuar këtë fjalë drejt teje. Le të ngrejmë duart lart. Le ta bëjmë të njohur Perëndin sot në këtë vend e të këndojmë atin. Le të ngrejmë duart lart dhe të thrasim emrin e Zotit. Ata të cilin ne e njohim, ata të cilin ne e adhurojmë. Ai i cili neve na ka bërë tokë të mirë tani, ku e ka shtri lavdinë e vet. Zoti Jezus, falënderoj që je mes nesh. Ne duam të themi ty se të duam. Ja ku jemi sot këndët tonë, ja ku jemi kretë, me zemër e me shpirt, me mendje, në trup, e në forcë, e çdo gjë tjetër. Dua me lëvrit për ty, duar tona dhe çdo gjë, sepse ti e meriton të jesh në çdo gjë dhe për çdo gjë. Halleluja. Le të këndojmë.
I'm grateful that I'm here today in my church in Pristina. Unë jam mirënjohës që jam këtu sot në kishën time në Prishtinë. And I bring greetings to you from your church in Croatia. Edhe unë po ju sjell përshëndetje nga kisha juaj në Kroaci. Sometimes some people ask me, how many members are in your church? Edhe nga një herë njerëzit pyesin se sa antari ka kisha juaj. And I say, I don't know. Edhe I them nuk e di. And they ask, how come you don't know? Edhe ata më pyesin po si nuk e din. I said, there is no single human who knows that. Edhe I them që nuk ka asnjë një njeri që mundet me e ditë. And they ask, why? Edhe ata pyesin pse? I said, because the number of people in my church are like sand of the sea. Edhe I them që sepse numri I njerëzve në kishën time është sikurse rëra e detit. If somebody can count sand, Nëse he dikush can mund count members of my church. Nëse dikush mund ta numëroj rërën e detit, atëherë mundet me I numëru antarët e kishës Or time. if somebody can count stars, Ose nëse dikush mund të numëroj yjet, he also can count members of my church. atëherë mundet me I numëru antarët e kishës time. Because there is no such a thing as a Croatian church Sepse nuk ka diçka të tillë si kisha kroate, or Italian church ose kisha italiane, or Kosovo church. ose kisha kosovare. There is a church of Jesus Christ scattered throughout the nations. Është një kishë e Jezus Krishtit e shpërndarë në gjitha kombet. And church is office of Jesus Christ. Edhe kisha është si zyra e Krishtit. So every business has office. Edhe çdo pjesë ka nga një zyrë. A big business, many offices. Çdo biznes I madh nga më shumë zyra. As business is bigger, business has many offices in many countries. Nëse një biznes është shumë më I madh, atëherë ai biznes ka më shumë zyra në vende të ndryshme. Sometimes people are amazed by big companies like Coca-Cola. Edhe njerëzit shpeshherë mrekullohen nga kompanitë e mëdha si Coca-Cola. And they say Coca-Cola is in every country. Edhe thonë që Coca-Cola është në çdo vend. I say, oh, it's nothing comparing business of my father. Edhe I them, kjo s'është kur gjë, krahasim me biznesin e atit. Business of my father is greater than any business in the world. Biznesi I atit tim është më I madh se çdo biznes tjetër në botë. And my father has offices in every country, in every time. Sepse ati im ka biznesën çdo vend në çdo kohë. And his people, his church are his offices. Edhe njerëzit e tij, kisha e tij janë zyret e tij. So what are you doing here? Çfarë po bëjmë këtu? You are here because our father needs office here. Edhe ti je këtu sepse aty I duhet zyra këtu. And I am part of his office in Croatia. Edhe unë jam pjesë e zyrës së tij në Kroaci. But all of us together are his house. Mirë po të gjithë ne bashkë jemi shtëpia e tij. Amen. Amen. In 99%, if I open church meeting, Në 99% takimeve të kishës, and if I lead people to pray in the beginning, edhe nëse unë I drejtoj njerëzit që të lutën në fillim, I always say these two truths. gjithmonë I them këto dy të vërteta. I remind ourselves, all of us at meeting, that we worship not just we here, but we connect our hearts with church from Japan to America, from North Pole to the South. Edhe ja u rikujtoj njerëzve që kur ne adhurojmë këtu, ne faktikisht lidhemi me mendje me zemër, me kishët në Japoni, në Amerikë, kudo tjetër në botë. And we worship together as a body of Christ. Edhe ne adhurojmë bashkë si një trup I Krishtit. Still in different languages, Kuptohet në gjuhë ndryshme, but very soon, po shumë shpejt, when business is finished, kur biznesit përfundoj, we will be one flock with one shepherd with one language. edhe do jetë një tuf me një bari, me një gjuhë. And I hope it's not be Hungarian language. Edhe shpresoj që nuk është gjuha hungareze, Because I understand nothing. sepse s'kuptoj kur gjë. Okay. That was introduction. Kjo ishte introja. So hapja. I hope you are going to be blessed. I believe that this message is for us this morning here. Shpresoj që do jeni të bekuar dhe besoj që ky mesazh është për neve sot And këtë mëngjes. we will begin with Psalm 8. Edhe do fillojmë duke lexuar Psalmin 8. And brother is going to read for us. Okej. Psalmi 8. Sa I mrekullueshëm është emri yt mbi gjithë rrezullin, o Zot, Zoti ynë, që vure madhështinë tënde mbi qiejt.
nga goja e të vegjëlve dhe foshnjave në gji, ke vendosur lëvdimin për shkak të armiqve të tu për të mbyllur gojën armikut dhe hakmarrësit. Kur mendoj qiejt e tu që janë vepër gishtrimve të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur, çfarë është njeriu që ta mbash mend dhe biri njeriu që ta vizitosh? Megjithatë, ti e bëre pak më të ulët se Perëndia dhe e kurorëzove me lavdi dhe me nder, e bëre të mbretërojë mbi veprat e duarve të tua dhe vure çdo gjë në këmbët e tij. Dhend dhe bagtit e tjera, madje bishat e egra, zogjt e qiellit dhe peshqit e detit, tërë ato që kalojnë në përshtigjet e detit. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt në të gjithë dhajon. Amen. Amen. So David was David in one moment had a moment of observation. Edhe Davidi kishte një moment observimi. He was watching creation around him. Ai po shikonte krijimin për rreth tij. And he compared himself and other humans with the earth and heaven, what he can see. Edhe ai e krahasoi veten e tij dhe njerëzit e tij, njerëzit tjerë me tokën dhe qiellin. Çka And mund shite. he was amazed how creation is big, powerful, great. Edhe ai u mrekullu se sa i madh, i fuqishëm është krijimi. And he was thinking, if visible creation is such a powerful, such a great, how big and powerful creator is. Edhe ai ishte duke menduar, nëse krijimi që shihet është po aq i madh e i fuqishëm, sa më i madh është krijuesi që nuk shihet. And he was watching himself, his brothers, his relatives, his people with many problems, and he said, who are the human beings that you are mindful of them? Edhe ai kur pi shikonte të gjithë njerëzit për rreth tij, vëllezërit, motrat të afërmit, edhe ai po thoshte, po kush janë njerëzit që ti thjesht mendosh për ta, ju drejtu Perëndis? Why do you even think about us? Pse madje edhe mendon për neve? And from time to time I ask same question. Edhe nga një herë unë e bëj të njëjtën pyetje. Sometimes I'm so down because of my mistakes and how fragile I am that I say to God, I don't know why do you have any business with me at all? Edhe nga një herë bie aq poshtë për shkak gabimeve fëmia dhe jam kaq i thyeshëm sa nga një herë i them Perëndis, pse ti ke biznes me mu, pse ki punë ti me And mu. I can ask the Lord what David couldn't ask because of time frame. I asked him, why did you shed your blood for humans? Edhe unë nga një herë e pyes Perëndin, një pyetje që Davidi nuk ka mujt me pyet shkaku i kohës që ai ka jetu, pse ke derdh gjakun tënd për mua. So more than 20 years ago, I met one old German man. Edhe shumë vite më parë takova një person gjerman të vjetër. His wife was coming into on our church meetings. Gruaja e tij po vinte në takimet e kishës tek ne. And they invited me to visit them in their apartment. Edhe ata më ftuan tek banesa, apartmenti i tyre që me vizitu. And that man he dedicated his life to collect all original samples of locomotives. Edhe ai person e ka dediku jetën e vet që thjesht me i mbledh, me boni koleksion të këtyne mostrave të lokomotivave. So, and that original samples, they were very expensive. Edhe ato mostrat e para, ato të vërteta ishin shumë të shtrejta, kushtueshme. So he had big glass show box. Edhe kishte një kuti xhamit të madhe. And he took care about his locomotives, and the locomotives were in that glass box. Edhe ai u kujdesej për ato lokomotiva që ishte vendosur në atë kutinë e xhamit. And he had a key, and only he had a key. Edhe ai kishte një çelës dhe ishte I vetmi që kishte atë çelës. So he sealed them with that key, and even his wife didn't have a key. Edhe ai I mbyllte me atë çelës, madje edhe gruaja vet nuk e ka pas atë çelës. And they really, in that world of his, that locomotives all together, they are worthy of 1,000 euros. Edhe në atë botën e tij, ato lokomotivat vlen me mira euro. So in my mind I ask same question as David asked. Në mendjen time bëjt një njëjtën pyetje sikur se Davidi e boni.
What is so special in these locomotives? Çfarë ka kaq të veçantë me këto lokomotiva këtu? So it wasn't special to me, but it was special to him. Nuk ishte ndoshta e veçantë për mua, po ishte e veçantë për to. So he was very old, and his main concern was to whom he's going to give the treasure of his life. Edhe ai ishte goxha i vjetë, i moshuar, edhe brengosja e tij më e madhe ishte se kujt do ja kaloj atë pasuri. So he didn't care what will happen with his wife. He cared what will happen with his locomotive. Edhe ati si boj vonë se çfarë do ndodhte me gruan e vet, po çfarë do ndodhte me lokomotivat. Interesting. So Interessant. in Ephesians 1:13-14, Tek Efesianëve we read, please read. vargu 13-14. Efesianëve 1:13-14. Në të edhe ju, pasi dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj dhe pasi besuat, u volosët me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë për shpengimin e plotë të zotërimit të blerë për lëvdim të lavdisë së tij. Notice that there is a word in him. When we are saved, God sealed us. Edhe mund ta shihni që është një fjalë që në të Perëndia neve na vulosin kur ne u shpëtuam. In Ephesians 4:30, it says, Tek Efesianëve 4:30 thot, dhe mos e të shtoni frymën e shenjtë të Perëndisë, me të cilin u vulosët për ditën e shpengimit. and please be concentrate. I think that this truth, when we remind of this truth, that we need to remind ourselves on this truth. Edhe kështu që ju lutem koncentroni shumë sepse neve na duhet gjithmonë rikujtim për këtë vërtetë. So according to scripture, after we are saved by faith in the gospel, the Holy Spirit comes into us and seals us for the day of our redemption. Edhe sipas shkrimit, kur ne shpëtohemi në Ungjill, fryma e shenjtë vjen tek ne dhe na vulos për ditën e shpengimit. So this term to seal means to set a private seal for the sake of security and protection. Edhe ky termi vulosje është me vendos një vul private për qëllim të mbrojtjes. It also means to place a seal for confidentiality and safeguarding of information. Po ashtu vendosja një vule për gjonat konfidenciale apo për me mbrojt një informacion ose kështu. So seal means that is private property. Që vula nuk kupton që është pronë private. So in Paul's time, when somebody sent something very valuable, he put in container, closed, lock, and put the seal with his name. Edhe në kohën e Paulit, kur dikush i dërgonte dikujt tjetër një pako shumë të çmueshme, pasi që e ka mbyll edhe e ka mbyll me qelç, ai ka vendosur edhe një vul me emrin e tij. It means no one is allowed to open except owner. Edhe që nuk kupton se askush nuk mundet me hap përveç pronarit. Or somebody to whom owner gives authority. Ose dikujt cilit pronari jep autoritet, autorizim. What does it mean? Çka nuk kupton? When God seals something, it is sign that thing belongs to God and only to God. Kur Perëndia vulos diçka, nuk kupton që ajo diçka i takon vetëm Perëndisë. So Pronë e Perëndisë. if we truly have genuine faith, which comes from God, then God has set his seal upon us and no one can remove that seal. Nëse kemi me një besim të vërtet, nuk kupton që Perëndia ka vendosur një vul tek ne, edhe askush nuk mund ta heqë atë vul. And no one includes us too. Edhe askush nuk mundet me na largu. So God sealed me and I cannot remove the seal. Edhe Perëndia më ka vulos, edhe unë nuk mund ta heq atë vul. Other people cannot remove seal, devil cannot remove seal, this world cannot remove seal. Bota s'mundet me largu atë vul, djalli s'mundet me largu atë vul, as njerëzit tjerë s'mundet So me largu that atë vul. seal belongs to God. Sepse ajo vul është e Perëndisë. In 2 Corinthians 1:21-22 we read, Tek 2 Korintasve 1:21 deri 22. Edhe ai që na themelon neve bashkë me ju në Krishtin dhe na vajosi është Perëndia, i cili edhe na vulosi dhe na dha kaparin e frymës në zemrat tona. all of us can and sometimes do, we can resist the spirit. Secili prej neve edhe nganjëherë edhe e bëjmë,
mund can të rezistojmë frymën të shejtë. We can suppress his work, we can grieve the Spirit. Mundohem me paksu punën e tij, mundohem me trishtu frymën. But we cannot remove the seal of the Spirit. Mirë, po asnjëherë nuk mund ta largojmë vulën e frymës së shejtë. In Ephesians 4:30 we read, but let us read again. Tek Efesianëve 4:30 e lexuam, po le ta lexojmë edhe një herë. Dhe mos trishtoni frymën e shejtë perëndisme, të cilët u vulosët për ditën e shpengimit. So notice something that Scripture repeats that we as believers are sealed until the day of redemption. Pra vreni është diçka që shkrimi po e përsërit, që kjo vulë neve na është dhënë deri në ditën e shpengimit. Not until the day we make mistake. Jo deri në ditën kur na bëjmë gabim. Not until the day we get angry. Jo deri në ditën kur ne zemrohemi. Not even until the day we make some sin. Jo deri në ditën kur ne ndoshta mëkatojmë. The seal is going to be removed on the day of your or my redemption, or full redemption. Vula do të hiqet momentin në ditën time ose tëndën të shpengimit, ose të shpengimit So plot. this flesh is a jar of clay. Kështu që ky mish është sikurse një vazo e argjilës. And this flesh is not through me or through you. Edhe ky mish nuk është personi i vërtet, i yti ose imi. Even our human mind, thoughts in our brain are not real us. Edhe madje edhe mendimet tona njerëzore nuk janë e vetvetja jone vërtet. So the human mind is tool to express through me into this world. Pra, mendja njeriu është si një mjet që me shpreh të vërtetën vetveten në botë. So mind is not person, mind is a tool of expression a person. Edhe do thot mendja nuk është një person, mendja është thjesht një mjet që e shpreh një person. So because of that we need to take care of our mind. Për shkak kësaj ne duhet kujdesemi për mendjen tonë. So before maybe 1 year ago, 2 years ago, I was also crazy to prepare many slides during Edhe message. para disa viteve isha thjesht i çmendur derisa I përgatitesha slajdet për këto Because predikimet. I want to be modern preacher, you know. Sepse po du me konë një predikues modern apo kupton. Okay. Some put some video Dikush vendos ndaj video and some spectacular PowerPoints. ose disa PowerPoint-a spektakular kështu. But let me tell you what I believe that God teach me. Edhe po le t'ju tregoj se çka besoj që Perëndia I më ka shared with mësuar. some young brothers before this meeting. E ndova pak me disa vëllezër të ri këtu përpara takimit. Remember the scripture says that when Holy Spirit comes, he is going to give vision to the young youth and the dreams to all people. Edhe le të kujtojmë çka shkrimi thotë që kur fryma e shejt vjen ai do të jep vizione të rinjve. Or let us remember how God finally opened Peter's mind that God really wants that all Gentiles come to the salvation. Edhe le të kujtojmë se si me të vërtet Perëndia I hapi mendjen Pietrit që të gjithë jo hebrejt vinë tek shpëtimi. He gave him vision from heaven. Ai I solli vizion nga qielli. So visions or pictures are language of Holy Spirit. Vizionet apo imazhet janë gjuhë e frymës shejt. So when I speak this message, Kur unë e them këtë mesazh, I don't know condition of your life, nuk e di gjendjen në jetën tonë. and I don't need to know. Edhe nuk kam nevojë me e But ditë. God knows. Mirë, po Perëndia e din. So until I preach, Kështu që derisa unë të flas, I predikoj, speak words. unë flas fjalë. And let us hope that I speak under God's anointing. Edhe unë thjesht po shpresoj që të flas nën vajosin e Perëndisë. At least I read from his book. Paktën po flas prej librit të tij. And if you really listen, Edhe nëse me të vërtetë dëgjon, I speak words, unë flas fjalë, but Holy Spirit produce pictures in your spirit. mirë po fryma e shejt prodhon imazhe në frymën tonë, And your shpirtin tonë. spirit produce picture to your mind. Edhe shpirti yt prodhon imazhe në mendjen tonë. So if I put my picture, Kështu që nëse unë e vendosi një imazh këtu, it's great picture. It can be great mund picture, të the jetë best picture. mund të jetë një imazh madhështor, But it's not your picture. mirë po nuk është imazhi yt. For you, it's second-hand picture.
Kjo është një imazh I përdorur. But God wants to give you your original picture, Mirë, po Perëndia dëshiron që m'ju jep imazhin ton origjinal, your original movie, your original story. filmin ton origjinal, historinë tonë origjinale. So I'm not against PowerPoints and pictures. Nuk jam kundër PowerPointit ose imazheve. They can be helpful, Mund të jenë ndihmuese, but they are not your original story. mirë po nuk janë historia jote origjinale. So your original story happened in your spirit and in your soul. Edhe storia jote origjinale ka ndodhur në frymën dhe shpirtin ton. Amen? Amen. Okay, so let us back to day of redemption. Edhe let flasim rreth So what is the shpengimit. day of redemption? Çka është dita e shpengimit? So it's day of your and my resurrection. Është dita e ringjalljes time dhe tënde. It's the day when the real me, new man inside of my flesh, Edhe do jetë dita e një personi tim të ri, një njeri I ri mrena mishit tim. will go out from this flesh and from this mind Ne do dalim nga ky mish e nga kjo mendje. and inherit new spiritual body. Edhe do të trashëgojmë një trup të ri frymëror, Then the redemption is full. edhe pastaj shpengimi është I plot. And we we run toward our redemption. Edhe ne Amen. punojmë edhe vrapojmë drejt këtij shpengimi. So people of Amen. this earth, their hope is to make house and find job. Pra njerëzit në këtë botë shpresa tyne është me pas një shtëpi apo një And- punë të mirë. And to have nice grave. Edhe po ta kenë një varr në fund, një varr të mirë. So that people can see that they have nice grave. Edhe që njerëzit me po që e kanë një varr të mirë. And that's all. Edhe kjo është e tëra. And they're working hard for that. Edhe po punojnë shumë për këtë punë. But that's not our hope. Mirë, po kjo nuk është shpresa jonë. We run for our resurrection. Ne Amen. vrapojmë për ringjalljen tonë. Paul Amen. said, I forget what is behind me. Edhe harroj se çka ka mrapa. I stretch myself what is in front of me. Edhe e fokusohem se çka ka përpara I'm me. running toward my goal, Unë vrapoj drejt qëllimit tim. to have nice house in Hawaii, Të kem një No. një No. shtëpi të mirë në Hawaii, to be well-known preacher. ose të jem një predikues shumë I No, famshëm. no. Jo. To have big church in Pristina. Ose të kem një kishë mallë në Prishtinë. No, Jo. no. He said, that's not my goal. Nuk është ky synimi, qëllimi im. I'm running toward heavenly stages. Unë po shkoj drejt shkallëve In Christ qiellore, Jesus, my Lord. në Krishtin, Amen. Zotin tim. I'm running Amen. toward the day of my redemption. Unë po vrapoj drejt ditës I'm shpengimit running tim, toward my resurrection. drejt ringjalljes time. One sister asked me recently, I never hear you complain. Unë një motër më pyeti së fundmi nuk kam dëgjuar asnjëherë duke u anku. And I say, it's not completely true. Edhe thash, nuk është komplet e vërtet, But really, I'm very careful not to complain at all. edhe unë jam shumë I kujdesshëm që mos të ankohem. She said, why? Ajo tha pse? I said, there are a few reasons. Janë disa arsye. One, you cannot ne- run well and complain. Nuk mundesh me vrapu shumë mirë dhe me u anku të njëjtën kohë. If you run the race on Olympic Games Nëse ti vrapon në lojra olimpike, and you run and complain, oh, it's hot, edhe vrapon edhe ankohesh, shumë ngrohtë, është shumë kështu, for sure you will not win. normalisht që s'ki me fitu. And maybe even in some moment you are going to quit. Madje edhe në disa momente ndoshta edhe ki me elan atë farë. Because running is not easy. Sepse vrapimi nuk është I lehtë. So I say, I run toward the goal. Edhe unë them, unë do vrapoj drejt qëllimit. And I realize if I complain, I stop running. Edhe e kuptova që nëse unë ankohem, And kom me sec- ndalu se vrapuar. But second thing I say, Mirë po gjëja dytë që I thash, I learned something from Apostle Paul and from life in general. që mësova diçka nga apostulli Paul dhe nga jeta në përgjithësi. Paul said that he's boasting with his hard and bad circumstances. Ai thotë që mburret me situatën e tij të vështirë. And he said, when people are persecuting me, I'm boasting. I said, Kur njerëzit- hallelujah, I'm kur- persecuted. Kur njerëzit më përndjekin, unë mburrem. Haleluja, jam I përndjekun. He said, when people are talking bad of him, he boasts. He said, Ai mburret kur njerëzit flasin keq për ta. brother, I'm so happy. Many people are lying about me. Edhe- Praise the Lord. Edhe ai mund kishte thonë, vëlla, jam shumë I lumtur sepse shumë njerëz po flasin keq për mua. Lavdi Zotit. And
in some points of his life, he reacts, I'm in jail because of Christ. Praise the Lord. I'm honored. I'm honored. Edhe nga një hera I reagon, jo më burg për shkak të Zotit, lavdi Zotit. And in the end of his life, he said, very soon my blood is going to be shed for my Lord. Hallelujah. Edhe nga një herë dhe në fund të jetës tij ka thonë, shumë shpejt gjaku im do të derdhet për Zotin. Haleluja. And I said to this sister, you know what I learned? Edhe I thash kësaj motrës, a di se çka? Did you see an actor A ke pa ndonjë aktor ndonjëherë to whom has been given the most important role in one excellent movie? cili t'ju ka jep roli kryesor në një film të jashtëzakonshëm? Did you ever hear A ke dëgjuar ndonjëherë? him or her to complain? A ke dëgjuar ndonjëherë që janë anku? No, they are honored to have that role. Jo, ata janë nderuar që ta kenë atë rol. So what do I mean? Çka nuk kuptoj me këtë? Oh, just a moment. And I said, did you see one worker in one company? A keni pa ndonjë punëtor në një kompani ndonjëherë? When the owner gives him the most responsible role, Kur pronarja jep rolin me përgjegjësinë më të madhe, what means hardest role, ose më të vështirë, në but rolin më të also, vështirë, but also the most paid role. po ashtu edhe roli përgjegjësia më e paguame. Did you hear that kind of person complain? A ke dëgjuar ndonjëherë që një person I tillë është anku? Even sometimes they work 7 days without sleeping. Edhe nga një herë mund punojnë 7 ditë pa gjumë? No, they are honored. Jo, ata janë nderuar. So what do I think? Çka mendoj? If I walk with my Lord Nëse unë eci drejt Zotit tim, and many troubles are coming on me, edhe shumë të lashe po vinë drejt meje, I consider myself that I am very good worker unë e konsideroj veten time se jam një punëtor shumë I mirë, because he gave me big tasks. sepse ai më dha detyrat mëdha. You don't give big tasks to not so good workers. Nuk ju jep detyra, kërkush si jep detyra punëtorëve jo të mirë. You don't put hard pressure on sportmen who doesn't have a goal to represent his country. Edhe nuk mund të jep detyra të mëdha një sportisti që nuk ka dëshirë me përfaqësu So vendin e vet. when we see people who achieved great things in sports, Nëse shohim njerëzit që kanë arritur gjona të mëdha në sport, behind that are days, months, and years of tears, sweat, and blood. pra pasoj janë ditë, muaj e vite plot ndjers, lot e gjak. But when they receive their medal or their cup, Mirë they po, don't cry, oh, do you know, it was very hard. ata mirë po kur e pranojnë një medalje në fund, ata nuk çojnë, So- ka qenë shumë e vështirë. When I ask brothers and sisters, how are you? Kur I pyes vëllezërit e motrat, And they answer, si jeni? oh, it's hard. Edhe ata thonë, shumë e vështirë. It's hard to be Christian. Është shumë e vështirë të jemi krishterë. I said, okay, you don't want your medal. You don't want your cup. Edhe them, okay, ti nuk e do pra medaljen, ti And nuk you e do pra and you kupën, don't know what do you have. edhe ti nuk e di se çka ke. I leave you in your misery, in your pity party, Unë po ju lë në mjerimin tënë, and I'm running after my reward. edhe po vazhdoj me vrapu drejt shpërblimit, drejt çmimit që do marr. So this sealing, Kjo vull unwavering presence of the Spirit in believer është një prezencë pa dyshim e is frymës shajt tek besimtari. what ensures that the believer, despite at times of grieving, suppressing, or resisting the Spirit, is going to reach end of redemption. Edhe është çka siguron se besimtari pavarësisht kohëve të vështira, kohëve me plot presion ose rezistencë, ka me arrit fundin. So listen to me very carefully. Because of this seal, Për shkak të kësaj vule, on the end of our journey, në fund të rrugtimit ton, every one of us is going to say, çdo njeri nga ne ka me thonë, Lord, you brought me to the end despite myself. Zot tim ke sjell deri në fund pa marrë parasysh vetes time. No one could say, I was perfect believer. Asnjë s'mundet me thonë, isha besimtari përkryer. No, all of us have ups and downs. Secili kemi ngritjet uljet. All of us have times when we grieve the Spirit.
Shpeshherë ne kemi kohra kur ne vajtojmë në frym All of us have time when we suppress his work. ose kur ne e ulim punën e tij. But despite of that, if you really believe the seal of God is in you and you belong to him, you are private property. Mirë po, nëse ju besoni që ju e keni vullën e Perëndis, atëherë ju besoni tek ai dhe besoni që jeni pronë private e tij. And let me ask you a very serious question. I don't play games. Që bëj një pyetje shumë serioze, nuk luaj lojra. I don't preach to please people. I I don't preach to please people. Nuk predikoj që me i kënaq njerëzit, I preach to please my Father. por që me i kënaq Always. Atin, And to so that Father can bless those who are searching for him. në mënyrë që Ati me i beku ata cilë po e kërkojnë ato. So, let me ask you a question I ask myself too. Le t'ja bëjmë një pyetje, po ja bëj edhe vetes edhe juve. Do you know, not believe, know that you belong to Jesus Christ? A i dini që i takoni Jezu Raise your Krishtit? hand if you know. A i dini që i takoni Jezu Krishtit? Great. So, let me remind ourselves, if we belong to the Lord, no one can take us from his hand. Edhe t'ja kujtojmë vetes tonë që nëse ne i takojmë Zotit, askush nuk mund të na largojë nga dora e tij, And no one includes us. edhe përfshi edhe neve. Let us read John 6:37-40. Gjoni 6, 37 dhe 40. Gjithçka që më jep Ati do të vi tek unë, dhe atë që vjen tek unë do ta nxjerr, nuk do ta nxjerr jashtë kurrë, sepse unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e Atij që më ka dërguar. Ky është vullneti i Atit që më ka dërguar, që unë mos të humbas asgjë nga të gjitha ato që ai më ka dhënë, por të ringjall në ditën e fundit. Ky pra është vullneti i Atij që më ka dërguar, që kushdo që sheh birin dhe beson në të ketë jetë të përjetshme, dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit. Amen. Amen. Please tell somebody beside you, no one can take you from the hand of the Lord Jesus Christ. Thuaj dikuj afër, Amen. askush mund të largoj nga dora e Jezu Krishtit. Even yourself. As vetja jote. So the awareness of being sealed with God's seal Ajo njohuria që ne jemi të vullosur me vullën e Perëndis, and that nothing, not even our sins, can separate us from God, dhe se asgjë madje as edhe mëkatet tona nuk mund të na ndajnë nga Perëndia, gives a person confidence, assurance, and peace, i jep një personi shumë siguri, konfidencë, paqe, making him or her an effective witness of God's grace. duke bërë atë ose duke bërë ata do thot dëshmitar konfident të hirit Zotit. So to have this awareness is to have true saving faith. Që me pas këtë vetdije është në kupton me pas besim të vërtet shpëtues. The faith that comes as a gift from God through hearing and receiving the mighty message of Një gospel. besim që vjen si dhuratë nga Perëndia, do thot duke dëgjuar edhe duke e marrë mesazhin e ungjillit. And some can ask, but what about people who were among us? They were sing to God with us. They were even baptized and they went back to the world. Edhe po dikush mund me bë pyetje se çka për ata njerëz që ishin me neve, kanë këndu Zotit, madje edhe pagzu mirë po u kthyn tek bota prap. So we have to distinguish divine faith from just mere mental faith. Edhe duhet me bë dallimin e besimit hyjnor edhe besimit me mendje veç. John in his first epistle chapter 2 says they were among us but they left because never belonged to us. Edhe Gjoni tek letra e dytë e tij thot ata ishin mesin e tyne, mirë po ata na lanë sepse s'ishin kur pjesë e jona. They were never left if they really had a seal. Ata asnjëherë nuk do na kishin lënë nëse ishin vullosur. Maybe they would went if some other churches. Ndoshta Maybe. mund shkonin kisha tjera For different reasons, për arsye të caktuar, good or bad, doesn't matter. We are Mira, fragile, we make apo- mistakes. të mira apo të këqija, çdo kush bën gabime, But when they go back to world, mirë po kur shkojmë tek bota, Scripture says actually they were never belonged to us. shkrimi thotë që asnjëherë nuk kanë qenë pjesë e jona. They loved the church fellowship Ata kanë ardhur në Why? takimet e kishës. because here they come, everybody respects them, everybody greet them. Pse se kur vinë në bashkësinë e kishës, çdo kush i respekton, i përshëndet. They can have free coffee, Mund të kenë kafe falas, they can have tea, mund të kenë çaj, they feel well.
ndjen mirë, but if they don't give their heart to God. mirë po nëse nuk ja japin zemrën e tyne Perëndis. Psalm 1 says, Psalmi 1 thot sinner cannot endure in fellowship of saints. që mëkatari nuk mundet me qëndru në një bashkësi me shenjtorët. Because in God's house there are challenges and God put that challenges. Sepse në shtëpinë e Perëndis ka sfida dhe Perëndia I ka vendosur vetë ato aty. So one day God caused that somebody offend them. Edhe Perëndia nganjëherë I thret dikon që me I ofendu ata. Or somebody see their sin and say, hey, how come you can remain in the sin? Edhe ndokush aty në bashkësi mund ta sheh mëkatin e tyre dhe mund t'i pyes si mund qëndrosh në këtë mëkat. And then they are offended. Edhe ata ofendohen. There is no love in this church. Edhe ata thonë, s'ka dashni te kjo kish, okay? No, there is no love in you. There is Jo. no love in you. S'ka dashni tek ti. No, there is love in church. Ka dashni në kish. Love is always in church. Dashnia është gjithmonë në kish. But if somebody remove his heart from the Lord, Mirë, po kur dikush ja largon zemrën nga Zoti, he cannot feel God's love. He cannot see God's love. nuk mundet me ndje dashninë e Zotit edhe nuk mundet me pa dashninë e So when I Zotit. was younger, Kur unë isha më I ri, and the people would say, in church there is no love in church. edhe kur njerëzit në kish thonin, nuk ka dashni tek kisha. I felt big pain in my heart. Unë ndjeja dhimbje në zemrën I was time. thinking maybe they are right. Edhe thosha, ndoshta e kanë me drejt. But I learned on Mirë the po- way, Mirë po gjatë rrugtimit mësova on my race toward the day of my redemption, që në ditën e shpengimit tim, that those who really are sealed, se me të vërtet ata të cilët janë vulos, they have problems, ata kanë probleme. but they are aware of love of God. Mirë po, ata janë vetëdijshëm për Perëndin. And dashninë e and Perëndis. maybe they can make mistakes. Ndoshta mund të bëjnë gabime. And sometimes even they say stupid words. Nganjëherë thonë edhe budalliqe. But God always refresh them and renew them. Mirë po Amen. Perëndia gjithmonë I rifreskon. Did you have a time when you were so depressed because of your mistakes that, let's say, before sleeping you say, God, I'm done? A ka pas ndonjëherë kohë ku ke qenë shumë depresion për shkak të mëkateve, Did you have that times? Or Edhe- just me had that times? edhe para xhumit ke thonë, Zot, e kreva unë. I had such a bad times because of me, because of other people, because of things in church, that I went to sleep and I said, God, I don't want to wake up in the morning. Edhe unë kisha kaq shumë probleme nganjëherë, jo me njerëzit për rreth meje, me veten time, me kishën, edhe para xhumit I thosha Perëndis, nuk dua të zgjohem më. I'm so sinful. Unë jam shumë katar. And if I wake up in the morning, Nëse unë zgjohem mëngjes, I will not follow you anymore. nuk kam e ndjek më. Not because you are bad, you are great. Jo sepse ti je I keq, ti je I mirë. I am bad. Unë jam I keq. I am bad. I can't stand anymore. Unë nuk mund të qëndroj më në kom. And I fell to sleep, Edhe unë flija. hoping the next morning will not come. Duke shpresu që mëngjesi tjetër nuk do vijnë për And mua. next morning come. Mirë po erdhi mëngjesi tjetër. And I wake up Edhe unë zgjohem, and go around edhe eci për rreth, and go to the restroom edhe shkoj tek në toalet, and go to make my coffee. edhe shkoj për përgatitjen e So I kafës. don't think to go to pray or read the Bible because I quit last night. Nuk mendoj më shumë me u lut ose me lexu Biblën sepse hoqa dorë. So I, natën e kaluar. I was serious. Edhe isha serioz. So I go to make my coffee Edhe shkova me bo kafën, and I'm waiting for hot water. edhe po pres për ujin e ngrohtë, Suddenly edhe pa pritmas I realized e kuptova, that all the time I'm singing Christian song. edhe tërkohën isha duke këndu këngë të krishtera. So I quit. Kështu që I will not pray. e lash, I will not read Bible. nuk do të lutem, I don't care anymore. nuk do lexoj Biblën, I just want coffee. thjesht du kafe. Holy God of Balkan area. Holy Edhe God of Balkan area. Perëndisha e ti balkonit, I want my coffee. And kafe. suddenly I realized Edhe e kuptova pa that my pritmas inner man që njeriu imi I brendshëm goes, sing hallelujah to the Lord. filloi me këndu. Sing hallelujah to the Lord. Këndoni haleluja. What does it mean? Çka nuk kupton? I quit it, Unë heqa dorë, but Lord didn't quit. mirë po Zoti nuk hoqi dorë. He said, you cannot quit.
Ai thot nuk mundesh me heq Who are you dorë. to quit? Kush je ti me heq dorë? Who asked you anything? Kush të tha ty, kush të pyeti ty diçka? Are you owner of this house? A je ti nderi kësaj shtëpi? Are you owner of this body? A je nderi këtij trupi? I purchased you. I purchased you. Unë të kom bletë By my own blood. me gjakun tem. I sealed you. Unë të kom vullos ty. You belong to me. Ti më takon mua, ti You- më përket mua. You can be crazy. Ti mund të jesh i çmendur. You can decide not to wash yourself. Ti mund vendosësh mos me u pastru. You can stink. Mund vjen edhe erë keqe. You can not wash your teeth. Mundesh edhe mos me lë dhëmt. Po thot. You can cry. You can be depressed. Mundesh me qajt, mundesh me qenë në depresion. You can make pity party for you. Pity party. Like nobody understand me. Edhe po, mund bërë si patetik, kështu që askush s'm kupton. You can quit. You can quit. Edhe mundesh me heq dorë. But you belong to me. Mirë, po ti më takon prapë. Paul mua. said if it's necessary, Pauli if it's thot, necessary, Nëse është e nevojshme, God is going to kill some of you. Perëndia ka me vra një pjesë tonën, Kill your body ka me vra trupin ton, to save your soul. që me shpëtu shpirtin ton. Because your soul belongs to Him. Sepse shpirti ynë i takon Amen. atij. He sealed you. Ai të ka vullos, Sorry. You cannot escape. vje keq, mundesh mu arratis. That's great. Amen. Kjo është e madhështore, Whatever amen. mistake I made, I always can come back to my Father. Për çdo gabim që e bëj, prap mund kthehem tek Ati. So mental faith Kështu që besimi mendor, me cannot endure in works of love. Cannot endure. nuk mundet me duru gjonat e dashnis, punët e dashnis. So people who has just mental faith, they are here for some times, but they cannot persist. Njerëzit që kanë vetëm besim me mendje, ndoshta janë këtu për një kohë caktuar, por nuk mund Because vazhdojnë, true Christian life is the hardest life on earth. sepse jeta e vërtetë krishtere është jeta më e vështirë në Because the tokë, world is against you, sepse bota është kundër teje. and you don't have power to swim against world. Edhe ti nuk ke fuqi me notu kundër botës. But we don't rely on our power, but on the power of the Lord. Amen. Edhe ne nuk mbështetim te fuqia jon, por tek fuqia e Perëndisë. So James 2:26 says, Okej? Jakobi 2:26 thot: Sepse sikurse trupi pa frymën është i vdekur, ashtu edhe besimi pa vepra është i vdekur. so he said, if somebody doesn't have real faith, he cannot do works of faith. Këtu Jakobi po thotë që nëse dikush nuk ka besim vërtet, nuk mund bëj veprat besimit. And if we resist spirit, Nëse i rezistojmë frymës, and very often make him edhe to feel sorry, shpesh herë e bëjmë që të ndihet keq. Bible is warning us that we can have some losses in eternity. Bibla thotë që mund të kemi humbje në përjetësi, But disa humbje that në doesn't përjetësi. mean to lose eternal life, Nuk do thotë që do e humbësh jetën e përjetshme, but to lose some reward, some positions. We Mirë can po. have some ideas about that. mirë po mund humbasësh disa pjesë, disa pozicione. But I don't know really what does that mean, but Bible says that God is going to reward us or not to reward us for our faithfulness. Edhe nuk e dim sakt, mirë po Bibla thotë që Perëndia do na shpërblej apo nuk do na shpërblej për besnikërinë But tonë. concerning you as his child Mirë po për sa i përket ti si fëmia and e his tij, private possession, he sealed us and no one can take us from his hand. si pronë e tij private, ai të ka vulosur dhe Amen. askush nuk mund me largu nga dora e Amen. tij. Let Amen. us say together in your language, no one can take us from Lord's hand. Le ta them bashk në gjuhën tonë, askush nuk mund të na largojë nga dora e Perëndisë. Amen. And the last portion of scripture, Edhe pjesa e fundit e let shkrimit, us read Romans 8:35 to 39. le ta lexojmë Romakëve 8:35 deri në 39. Kush do të na ndojë nga dashuria e Krishtit? Pikëllimi, a ngushtica, a përndjekja, a uria, a të zhveshurit, a rreziku, a shpata? Siç është shkruar, për ty do po vritemi gjithë ditën. Unë umruam si dele për therje, por në gjitha këto gjëra ne jemi më shumë se fitimtar për hir të atij që na deshi, sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë,
as ndonjë tjetër krijesë nuk do të mund na ndajë nga dashuria e Perëndis që është në Jezu Krishtin, Zotin ton. So, Amen. amen. Realizing this truth gives us confidence and security. Me kuptu këtë vërtet na jep siguri dhe konfidencë. Our obedience to God is not motivated by the potential loss of salvation, fear, or punishment, or hell. Bindja jonë ndaj Perëndis nuk është e motivuar nga humbja e shpëtimit, shembull, apo frika nga dënimi apo ferri apo kështu, But by love and gratitude toward God who loved us, redeemed us, and who owned us by His own blood. mirë po nga dashnia edhe që kemi për Perëndin, që Perëndia na deshti, na shpengoi me gjakun e tij, And sealed us with His private seal for the day of redemption. edhe na vulosi me vullën e tij personale, private për ditën e shpengimit. So, in the day of my salvation, Kështu që në ditën e shpengimit tim, I was 22. unë isha 22 vjeçar. I grew up and I lived in the city of Split in Croatia. Unë u rrita në qytetin e Split në Kroaci, So I was a taekwondo coach. isha një trajner i taekwondo, I work in very popular bars and disco clubs. kom punu në shumë kafeteri aty edhe në klube note, In a city center. në qendër të qytetit. So many so-called important and popular people know me. Kështu që plot njerëz që quhen si të rëndësishëm edhe të famshëm njohin. And when I received grace, Mirë po kur mora hirin, I immediately start to preach on street, to preach in bars, everyone. fillova me njëherë me prediku rrugëve, me prediku në kafene, çdo kund. So I was violent. Kështu që isha i dhunshëm. So the city mayor asked my pastor, called my pastor, please stop that young man. Kështu që kryetari i qytetit i tha babait, faktikisht pastorit tim, ndaloje këtë person. I was beaten, people tried to kill me several times. Mu më rrahën, njerëzit u munduan vrasin disa herë. Police came to put me in the jail 4 times, but they didn't. And I was so sorry. Policia erdhën me marrëstu, me më çun burg disa herë dhe nuk e bën edhe unë ndjeva keq. I said, oh no, I want to go to jail because of the Lord. Edhe thash, unë dua të shkoj në burg për shkak të Zotit. So, and once, several times people ask me, are you not ashamed a little bit to go among these important people, nice dressed people? Edhe nga njerë njerëzit më pyesin, a nuk vjen pak si tur për me shku te këta njerëz të rëndësishëm që vishen mirë? No, you look as a crazy man. Ti dukesh paksa i çmendur, si njeri i çmendur. You look as you are stupid. Dukesh sikur se je një budalla. They ask, are you not ashamed? A nuk je i turpërum? I said, no. Only person who must shame I vetmi personi thash jo, i vetmi person që duhet ndjej turp is sinner who is not reconciled with God. është një mëkatar që nuk është pajtuar me Perëndin. They have to be ashamed, not me. Ta duhet të kenë turp, jo unë. I am not ashamed of the gospel Unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, because gospel is the power of God. sepse ungjilli është fuqia e Perëndisë. For salvation, everyone who is going to believe. Për shpëtimin e gjithë atyre që do besojnë. So what was the problem with my testimony? Cili ishte For them. problemi me dëshminë time për ta? Because I openly confessed my sins in front of everybody. Sepse unë në mënyrë të hapur i tregova mëkatet e mia So I përpara would come on the gjithëve. main promenade Kështu që unë shkoja si shef shkryesor. and I would stood on some bench like this Edhe do rria në një vend pak më të lartë, and I would say, hello people, let me introduce myself. edhe do thoja, njerëz, le ta prezantoj veten time. My name is Oliver Buljat and I am sinner. Unë jam Oliver Buljat edhe jam katar. Not too long ago, I was a liar, I was a cheater, I was a fornicator. Edhe jo shumë moti, do thot unë isha një gënjeshtar, I was isha disobedient to tradhtar, my parents. unë isha jo i bindur ndaj I prindërve. was cursing everybody. Unë po e mallkoja çdo kënd. I deserve that. I deserve to be punished. Unë e meritoj që të dënohem. But the Lord, Jesus Mirë Christ, po Zoti, Jezus Krishti, help me to understand më bëri që unë të kuptoj that He died for us, që ai ka vdek për that neve, He died for me. që ai ka vdek për mu. I was a taekwondo black belt, Unë kisha rrypin e zi në taekwondo, showing myself around. duke tregu veten përpara njerëzve të tjerë. But this is truth. Deep in heart, I was coward.
Mirë po, brenda në zemrën time, unë isha frikacak. And I was covering my covered soul. Edhe unë po e mbuloja shpirtin tim frikacak. So let me tell you something. Le më tregoj diçka. When you say openly, I'm a sinner. I'm a sinner. Unë jam mëkatar, e thoja hapur. I have nothing to be bossed with. Nuk kam asgjë për çka të krenohem. You are free. We are free. Jemi të lirë. We are free. Amen. Jemi të lirë. We don't have to cover our false reputation. Nuk kemi nevojë me e mbulu reputacionin And immediately ton. when we say, but the false. Lord, Edhe në momentin kur ne i themi por Zoti, eyes of everybody are on the Lord. syt e çdo kujt janë tek Zoti. Because if I present the time that I personally have some good things, Sepse nëse unë them që unë personalisht I kam ca gjëra të mira, people are going to watch that good things in me. njerëzit kanë me I hjek ato gjonat e mira tek unë. But if I say openly, I'm sinner. Hello. Mirë, po nëse Hello, Brother Florian. nëse unë them haptazi që unë jam mëkatar, Let me introduce myself as a 33 years believer. le ta prezantoj veten time si një besimtar 33 vjet në besim, I'm sinner, unë jam mëkatar, saved by grace. I shpëtuar nga hiri. If you see anything good in me, Nëse shet diçka të mirë tek unë, praise God. lavdi Perëndis. But I didn't produce that. Mirë, po nuk e kam prodhuar unë atë. It's the Lord who dwells in me. Është Zoti që banon tek unë. If you have to give glory to me for some good things, Nëse do të më japësh lavdi mu për gjërat mira, maybe something what was blessing for you, diçka që ishte bekim për ty, I'm glad. I'm unë happy. gëzohem, unë jam I lumtur, But you can thank me. You can say thank you, mund të thesh faleminderit, but glory belongs to the Lord. mirë, po lavdia I takon Zotit. Because I live no more. I died. Sepse unë nuk jetoj më, I, kam vdek. 1992 I died. Në 1992-ën kam vdek. And and my spirit is resurrected. Mirë, po fryma ime është I ringjallë. live, but not me anymore. Unë jetoj, po jo unë më. Jesus Christ is lived through me and through us. Amen. Jezus Krishti jeton përmes meje, përmes jush. And Amen. as William Wallace said in the end of the Die Hard movie, Edhe sikur se William Wallace thot në filmin Die Hard, freedom! liri, Freedom! Amen. liri. So, may the Lord bless you. Perëndia ju bekoft. We are sealed with His seal. Jemi Amen. të volosur me vullën e tij. And Amen. no one, even you, even me, can take us from His hand. Edhe askush, as ti, as unë nuk mund na largoj nga dora e tij. And if somebody is difficult, Edhe nëse dikush është I vështirë, remember that it's difficult for all brothers and sisters around the world. është e vështirë për gjithë vëllezërit e motrat për gjatë So tërë botës. embrace your brothers and sisters beside you Kështu që përqafoni vëllezërit e motrat, and let us run together. edhe le të ecim bashkë. God bless you. Perëndia ju bekoft. Amen. Amen.